ku këtu përfshihen fusha sportit, pashët, parkimi i shkollës, ndarja për autobus për transportin zënë, aftësia të jashtme të qerës sport me parkime të tjera. Dhe vjen të sejtë që kemi edhe një realizim që gjatë i viti shkollor është punë finalizimi i rrëtësimit të infrastrukturës digjitale. Kjo është kry në pysën e vitit të parë. Dhe vetët që vetëm pash këmbinetet e këti pajësit në pjesën e digitalizimit. Kjo është unë pika shurta, nëse ka dikush në një pyetje, kemi diskusim. Faleminderit drejtor. Urdhëra i mund për ju. Po, përshëndetje për gjithë. Na e kemi diskutuar këto si pyetje edhe këtë herë, po ka shqetësuar fakti të vlerësimit, domethënë nëse është vlerësimi 4.2 dhe në klasën e 6, ka duhur shumë rënje drastike 2.9, 6 dhe 9, ndikon ngecja këtu, ose dhe përgatitja fillore dhe në klasën e 5, ose studi pak shqetësuese që kjo më ka duhur. Dikush tjetër? Unë e përkraj fjarën e Rejmons, dhe më thoi jemi është ramje shumë. Tash drejtori mund në spjegu përse i jetë. Po përkraj fjarën e sajnë. Për tash drejtori të në spjegon pak. Që ka? Para se të kalëm të drejtorit të shumë fjarën dikush tjetër. Drejtorin që ose fina i shpjegim. Mirë që ose e vazhdojë. Ka mësuar të prezën e rritë dhe nivelli sa mi u por na detaj. Dhe fakt që kemi diskutuar dhe këtë herë, unë e përmendoj dhe sqarim atë, lidhje me këtë, unë e përmendoj të pyetje të drejtorit të shkollës, në ndryshim që kanë bërë. Ndërko, drejtori i shkollës është thirrur që kriteret janë më të forta tash për shkak që ndryshimet normal që ndodhin te fëmijët se është një nivel tjetër dhe ky niveli fillor normal që kanë vetëm mësues dhe ka atyre i bordit se janë sa vite që nuk në tokë. Kur dalim normal te niveli i dytë që janë ato ndryshimet prej klasës 6, edhe janë ndikon sigurisht, kjo gjithmonë ka qenë në vitet. Mirë po, kjo është, mendoj që është mirë për shkak që mos të bëhet një vlerësim kulturor që të kryhen notat, mirë po të jenë real në vlerësim. Se sa se nuk ka pas raste vite më parë që ka qenë në anëtore komendit tu, ka shku me njëjtin vlerësim si nivelin do të thotë fillor dhe mesmetuar, në gjimnaz ka ra mënyrë drastike, mirë po tash normal që ne jemi duke punu vazhdimisht të krijojmë kushte dhe mundësi që mësimdhënësit të japin kontributin maksimal që mësim nxënësit që të jetë nivelin e duhur. Kjo normal që tash vjetët që punohet ma shumë në nivelin tjetër, që ta përgatitin nxënësit që gjitha nivelet jetë sa më lartë mundësisht në aspektin real po flas. Jo që t'jetë vetëm formalisht që të kënaqemi me një statistik, një po t'jetë sa më real. Faleminderit drejtor, dikush tjetër? Qoftë urdhëra e mund tani. Nëse bëjnë edhe një artë që e pra. E kuptoj, nuk janë në të këtash që është diçka që nuk frinotat, nuk për ata tash. Se nëse vejnë në klasën e 5, 4.2, atër përder që kjo që e tatë përder se ndoshta aty mos janë notat
unë shumë pak ma herqen, për ata dhe e pyta, edhe kuptohet se në qasën e gjash ndryshoj, shumë e lanë, këtë aty arsytoj. Po pak kontrast pundoket vërësimeve 4.2, 2.9, për ata dhe pyta, po problemi, diko ma problemi. Ose shimi notat të nivelli klasor, ose vërësimi e kriterë matash për ata shumë klasën e gjashtë. Faleminderit, qoftë se s'ka dikush tjetër, kalojmë në urnazëre. Mos keqen se nuk më me kesh, kjo ma shumë më kajtë. Drejtori më gatë me i të meni kriterët. Në di si kriterët do të më konë shkollë njajtë, nisja për klasë për të këtive në nisë të përgjët. Jo më thot ka kriterë tjërë, të është për shemë të në gjashtën, në mas ka tjërë, ku do të më pas kriterë për në të parë në të këtive në gjashtën. Drejtori do të më punu në drejtim, si me pas kriterë në fillim e të këtive në marim, me pas kriterë që duhet edhe mëslimi me konë nivellu, në kuptaj si në zonë të nuk mësoj të osi, të krejtë të stani kuptaj. Po, i përmeni kriterë që nuk të thamë kriterë do të më konë njërë, u përshëndet. Faleminderit. Dikush tjetër? Qoftë se jo, kalojmë në tikën e 5 me radhë. Zgjedhja e vendimit për fillimin e të ndryshimit të projektit rregullores për taksa, tarifa dhe kërkesa për vitin 2026, duke referu ligjit për qeverisjen lokale dhe ligjit për menaxhimin e financave të shtetit lokal, për çdo vit kjo rregullore duhet vjen në kuvend. Fillimisht t'i hapet procedurat për fillimin e përmirësimit apo rregullimit të saj rregullore, pastaj pra do të vjen në kuvend edhe për miratim rregullore. Pra sot do të nxjerrim vendim vetëm për me leju drejtorin për buzet të financa, bashkë me kryetarin që ta bëjmë përmirësimin e kësaj rregullore, bazë ligjit ashtu siç kërkohet. Tu është drejtoresha nëse ti di si ajo. Faleminderit për serum dhe sa janë të batu në ligje, që kërkohet për ligje që ka rregulluar në kretuar të mësimit. Veç me të regu si procedurë, kjo kërkesë ka bërë veç me formulimin apo lejimin e procedura për kërkesin ndryshimin e kësaj rregullore, e në pas me marrën e këtij vendimi në kuvend, kryetari merr edhe një vendim ku e përmban ndërtimin për që punon me këtë rregullore, pastaj kjo rregullore vjen leximin e konë këtë prapë në kuvend, del diskutim publik, Toni Trap vjen në leximin e dytë të kuvend dhe me raport edhe drejtohet për ministri për vlerësimin e ligjshmërisë. Kaq. Nëse kemi një pyetje dhe reformimi po këtu veç po kërkojmë na lejoni një fitu këtu si procedurë. Faleminderit. Drejtoresh, besoj që dikush nuk ka diçka të rënë në votim. Kush është për? Tjetërin për, kundër s'ka, abstenim s'ka, prezent jeni tjetë. Faleminderit, kalojmë në vitin e 6 me radhë. Pra, jemi të shërtimi dhe miratimi i planit e zhvillimor të Komunës Unikut për vitin 2025-2033, siç e diskutuam edhe në fillim të kësaj mbledhje. Është shërbim edhe drejtori i urbanizmit, si saj kërkese. Plani zhvillimor komunal është një plan strategjik që i hap rrugë komunës, i hap rrugë bizneseve, i hap rrugë secilit qytetar që shtoj aktivitetin e vetë, pra të ketë mundësi të merr leje. Komunet nëse ndërtojnë rrugë, infrastrukturë, trotuare, qerë, shkolla, objekte tjera, bizneset private për zhvillim dhe kryetarisë tyre, ndërkohë i hap rrugë edhe investitorëve qofshin ata të mençëm apo të jashtëm, që çdo të thotë që tjetër të kësaj komune. Drejtori po them edhe shpjegimin, ne në kuvend e kemi nxjerrë një vendim që drejtorisë në fjalë të jepet e drejta për ta qitë në ndërgjim publik, që ka qenë ndërgjim publik për 30 ditë, ka pas qasje, që secili qytetar që ka pas interesim,
ka pas qytetar apo investitor që kanë dalë me kërkesat e tyre. Shumë janë pranuar, disa nuk janë pranuar se s'do me thonë gjithmonë që ta kërkesat pranuar, s'do me thonë që ne plan rregullus gjithmonë t'i përfshi apo t'i kënaqë apetitet e secili qytetar, sa atër krejt territori uniku duhet t'i PZK për të ndodhur në asnjë komunë. Pasi që janë pranuar atë kërkesa e shërtu prapë ka shku në ministri për shqyrtim, kjo PZK uniku është që nga viti 2019. Ka fillu me procedura vitin 2019, tani jemi vitin 2025, ma në fund është pranu, pas disa herë që është refuzuar për ministrisë, është pranuar si e pranueshme pra, edhe është shkruar vendimi që PZK unikut i plotson gjitha kriteret që kërkohen në ligjin për planifikimin hapësinor, që është ligji 04/2/L 174. Prapë drejtori shtonë në kodumë shumë agjencisht rrët PZK-s, qose drejtori ka diçka, le të urnan, qose s'ka atër, ndoshta keni ju. Ande kërësus, gati komplet e shtjellove situatën që kanë ndodhur, do të thotë PZK-ja unikut është hapë, marrë masar me datë 10/6/2019 në Kuvendin e Komunës së Unikut, e ka marrë vendimin për hatimin e PZK-s. Diskutimi parë bën vitin 2020, profili komunës, analizat e vlerës ekzistuese. Diskutimi i dytë publik bën qëllimi dhe objektivat zhvillimore për vitin 2020. Koncepti zhvillimor për arsye të pandemisë po bën 3 faze, më 26/4/2021 është bërë takimi me biznese, 27/4/2021 bërë takimi me OHQ, 28/4/2021 bërë takimi me qytetar. Diskutimi i kadrit publik prioritet i kalon zhvillimit strategjik me datën 9/7/2021, vlerësimi strategjik mjedisor, diskutim publik o bërë 20/4/2022, marrja përcjellje nga Ministria e Planifikimit Hapësinor për daljen në shërbim publik, Plani Zhvillimor Komunal të Unikut dhe datë në dhënë me 5/11/2024, ku këtë vendime ke lënë të hapur në atë si shpallje e kemi lënë të hapur në 1 minut, 30 ditë së të zanë të lënë me liq. Të mosër në datë 30/4/2025 kërkojnë nga PZK dhe Asamblesë Komunale që ta votojnë PZK-n 2025-2033 të aprovuar nga Ministria e Planifikimit Hapësinor në datën 15/4/2025. Faleminderit, drejtar. Dëshirojmë të radhën dikush? Urna Zenet? Jo, unë kom një ankesë të shqiptan, jo si për të parë në material nuk kom marrë. Për e parë si për një qëto, dhe nuk kom një për ju, mësë më apër material. Ju kini që më prej ndjela ato, po punë një ndjela dikush të pranan, për dikush të pranan, ko kini pas balë. Me po material në një ashtë të regatë, për të ma bëhë shumë. Ku po një e dyta unë jam, du më thonë, më konë edhe tjertë, ku shka bon për qytetarët unikit, më kotë për apuar për tonë, si e për dika pa për dika ja. Edhe këtu mësë në një vetë mirë, unë dhe ta vërtaj këtë projekt, po për këtë tërkoj si kini edhe më jesën këtë punë. Këtu më thonë, këtu më vetë në hakun e për rratë kësej punë, kini ka dhime, unë dhe ta vërtaj. Që ka që? Faleminderit, Zenet, për materialin ki drejt nga ka ardhur më shumë rënisë. Me 15/4 është protokolluar ministri, pastaj derisa ju ka ardhur drejtërisë, edhe unë e kam afati ligjor jo më larg se 7 ditë para fillimit seancës me dërgu materialet, bashkë me anën e vicë. Ka ardhur materiali ma vonë, edhe për pikat shtesë që janë zakonisht aty për aty shpërndajnë materialet, po një më mund pësa konsiguru, në CD materialet ka ardhur, disa kanë tonë se kalojnë CD, jemi mundu bashkë me ruste me në gjesh atë material në qëllim që mi varë me një folder në adresën elektronikës, si që ta ma herë të dhe Leonardi.
Mirë po, material fizik s'ku mujt me shpërndas sot, se ato janë 4 libra. Edhe sa po ish dashni punu, o sa kur nuk ish dashni për punu ato, unë falenderoj që ta udhëhime do të për, mirë po, është një diçka e mirë se jo gjithmonë që deputet kanë drejt me votu apo me miratu e PSHK-n, sepse kjo njërë në 8 vite ndodhë dhe mandati i antarëve të kuvernit është 4 vjeçar. Unë një keqar dhe për ata kolegë që nuk janë, ata që s'kanë marrë pjesë edhe ata që e praktisën seancën, po është edhe e tyre. Demokraci të gjanë e lijohen, qose s'ka dikush diçka tjetër me po atë diçka së dhe puna parë. Përshëndetje mësuesi, përshëndetje prezident. Në në teshtë që të pak po bisedova dhe të kolegë. Apelec, në Pak më nene, ti po vjet pak keq, për kolegë që u qunë dhe kolegë tjerë që s'kanorë pare këtu. Në di rëndësinë e këtij kloni, po ka qenë uzë paktin të shqiptojnë kjo pyetje t'jemi mas sharum, adin të aty, për vot, atër është të drejt e zënjonit për vot. Po bile ta shtjellojnë, adin mos temi me fjallë ma shumë të rruga, po ta dim që tonë. Unë e pota për ndëtojnë një pyetje. Qito kërkesat e gjithë qytetarëve, se na i ke po që dhe, ka shakin po, janë. A mundëm i ditë pak në procedurë e kompionit cilat e në refuzuar, cilat nuk e në marë nështë në pasur për ministrisë. Si kanë shku edhe refuzimi i tyne. Këtë të tyrin po të gjitha, edhe të të ikni po të gjitha. Po pojë ke posë, Po jenë shkrumë aty, ma shumë. a kanë shku ministri, Jeshi ka shku ministri e ka aprovu ato. në këto, aty refuzimi i tyne, tash po se mos pesmarja në këtë plan, e aty në prona, aty unë ma shumë se pota qëllimin e pyetjes. Kjo pynë se të ikni po aspekt ministri. Po, jo, se dhe, po. mirë, të urnazën e edhe një. Edhe një, se nuk po du me... Një të tërë, spjegon atë se nuk ka provu për tjerë. A ki mund si na spjegon, apo unë është më thonë nuk. Që të kush ka vendosë atë punë, na mujmë dhe me gjonë, që të kam të ma gjonë e punë. Na dim, po. Tokat që kanë qenë në klasë 2-3, Ministria nuk i ka aprovu për panelën diellore. Shka ka qenë toka në klasën e 5, në avion aprovu për panelën diellore. Mirë, atëherë që ose s'ka dikush në e hunë vëtim, kush është pro? Tetemi prezent, tetemi për, kundër s'ka, abstenim s'ka, një abstenim. Për. Për më falë. Atëherë me tetë për kalan. Rruga mojë. Unë du të thëmë tash se edhe me PSHK nuk përfundon që shka këtu, është ligji 04 ty për LB 174, nemi 18-19, që e rregullon planin zhvillimor asinor, që do të thotë që komuna dhe vazhdimësi mundet me bërë zgjerim të zonës urbane, nëse ekziston ato parcela afër apo gjitur me kufirin e zonës urbane. Pra, gjithë ata që kanë pak nërësi, mundën me punu prapë në këtë drejtë të fajnderit. Kam drejtë ankesë. Kalojmë në pikën e 7, pyetje nga antarët e kuvendit, a ka pyetje? Po, Urnazën e? po, ditë që kjo është drejta mjedhe, si nuk të vjerë kryetarin si kuvan. Na kem një herë mujtë, dhe më thonë që 90 ditë, po i bjerë në matematikë të anë, kryetarin ku konë kuvan. Shka ka një se knjasë në leva, shpa në në ta. Që të dalë për në kryetarin? Po, me tjetë, për pyetje. Sot e kujtoj është në një kryetarin për shlikë, për
qenë i këtu me po shkushka ekstrancës nuk ka mujt me markjes, kështu që ka qenë këtu edhe kërësus të kovendet edhe kontakte e komunave. E tha dhe në kryetarit, unë e besoj që kryetari unikët është një prej kryetarëve më aktiv që merr pjesë në për stancat po vendet bashkë me drejtarët dhe në kryetarit. Siç e tha në kryetari, kem qenë këtu një takim shumë rëndësi, kam qenë këtu me dhënë, po për shkak që nuk kom dash me lëri natën e stancës, as me lënë një ditë parë, as me ditë mbrapa. Se i beke 2 ditë mbrapa, pastaj kam vendosur dhe mos më shkuar kryetari atje edhe nëse përfaqësohet mjaftueshëm. Dikush tjetër? Edhe një pyetje. Unë të kisha lutë si kryesus. Ju e dini para ditë kovendet, e dini a kryetari këto në kohë. Të kisha lutë si kryesus. Nëse kryetari datën si ka më majtë kovendet, nuk shqilla këto, nuk i datën e kovendet. Që ti ditë ma për para, o shumë ma mirë me ko kryetari këtu, me që ti ditë ma për para, se i ditë ma mas, se sa që të rinë bjedhe që në dhe ditë mos për ko kryetari këtu. Që ka që? Unë për veti kom ditë që 2 javë që më ftu ma te, po s'kom dash me registatën i tash. Për kryetarin kom mësu dje, se s'kom ditë që në ditë në të ftu, e kom mësu dje që nuk merr pjesë. Unë e tash është kryetarin ma aktiv, kryetarin në vetë Kosovë që është gjithmonë kuvend, pra respekton juve, respekton kuvendin. A ka pyetje dikush tjetër? Qofse s'ka kalojmë në pikën e fundit të ndryshme, keni diçka të ndryshme? Të ndryshme, jemi ujmazën e? Kryesus për një kryesusën e të ndryshmet, pa kemi vetë në hakat ditë, nuk e mujtë një përkrejtë. Edhe kisha pas mjë drejtojë të arsenjit, me gjithë respektin si e kom përdan. Një adhon një përrastisën nuk jem shqetare tine, dhe shkollën e tine nuk o kam. Drejtojë e arsenjit o ka rrit një kapsh me lula. Edhe ka i bëjës vetë për kërmija. O ka rrit lula lulik, shodha më nëzët bëhen lula të sotës. Ashtë privilegjë në njëve. Po kisha pas me prosit kryetarin, mos i krahazoj si kur lullat, si kur morizat. Kanë të dhe madh lullat edhe morizat në vetë. E kë, i krahazoj si kur lullat, si kur morizat, nuk kom respekt madh për lullat që një kitë. Po për morizat nuk kom respekt se Morizi kur patroni nuk ka si më do pesh një për drejt. Kur nuk ka pas, nuk ka më po. Kisha pas me ju drejtorit mos bëhet avokatit kjetës. Mos të bëhet drejtar, se nuk o mirë. Apet të kisha lutë mos të bëhet. Stanat e këtia shka kanë lodhë një një. Nuk o kom thonë në një po. I kanë go vetë, nisja për e drejtarëve, po të edhe në zërtarë komunal. Nën, kanë go që stanët këshia sa mund vje marrë më thonë, vëllaj, asë ka punë që nuk e kisha po me ma mund që të së parë. E më ki kritikua di, më ki kritikua din. Apet për thonë, merë me lula qytë. Në mos e për avokatit kjetës. Unë i kom një ati sanë të bëjmë në kovan, unë i kom ditë, për qatë kom një sanë të bëjmë në kovan, sa kur nuk kom tjetë më një asë sanësh. Ti mund është më kohë dhe për krasi tyne, unë nuk jem për krasi tyne. Asë nuk i përkrojë dhe sanë shka ka njodhë, nuk i ka thonë si ti po ti, po të sanë shka kanë po njës tjesh në kovan. Me ma mund që të sot parë drejtojnë t'i bajt. Me ma dho krejtë Kosovën drejtojnë t'i bajt. Drejtojnë nuk shenë me bon jetë dhe bajt dhe përbore. E t'i jenë për krasi tyne. Ma e manë që po të në komi ashtu. Drejtojnë ka nërë jetë të shpia t'y kojnë, si kini bon dhe bajt dhe përbore. Kjo tërë po drejtojnë.
se po avokatit kjesës, me gjithë respektin që i kom për ty, këshyri lullat, vaditi përnuat ka pëshmirë, shumë jam një njështë në kumë. Po mos të mërë më moriza, se morizi ku për gjoni në ka. Nuk ka më thonë, po shkojt e vorët, se po ju thonë njerëzve në vorë, valla i marë me këshyra, më së ka që kullë për lakë. Po shkojt njerëzit e po thonë, valla i marë me ju thonë, si së më ka që kullë. Po qënën mas njerëzit e po ju thonë, valla i kullë vetën ma keqë në kokomë në një. O dhe i traktojnë sa në turp shme, po dikosh turpit e ka njërzit e ka turp, a petë nuk jem ka të thonë ty. Po, mos i mbroj sa në dhe, si shdojt me i mbroj. Për kundra zi, je miki ati njeri, si kur e po një kjesë, je miki ti në kur i thu, ma kështu, mos e zduhet, së marrë. Po nëse e përkrap, atër e banë për si prëdheve. Që ka që? Faleminderit se ne, dikush drejtarur në pastaj, falen drejtarur në kryetari, pastaj drejtori. Jo, nëse bën, faleminderit për fjallën e kryesues. Është çështje se cili autor se si është punën e se cili drejtor, po edhe drejtori është e firmë me kujt punën e vet. Për shka është edhe i rrumë në të pozit, kështu që drejtori nuk ka për mos, nuk e ka shaj dikon. Nëse ka shaj të me të kërkoj falje, në në drejtorit edhe në gjithë stopit. Po, për një qështje mundë me pas me dim të kërshën ti, unë e se cili këjnesh. O plan, buta ka rrugë e sa ka njërë, se cili ka një me dim ndryshë për një qështje të caktume. Edhe të qështje politika, viru dhe muslimani me po politik me këtë qështje, se nuk është e hiqme, asë për neve si unik, po marrë me atë qështje. Nesë me dhënë t'i kush që ka bo një pa drejt, ose t'i shka në nuk jemi kështu, asë prokurui, asë gjykat, mund është në bankes, kundër këtarit, se cili zëtarit të mundet, edhe ndaj antarëve të vendit, kështu që adresoni atje. Ata dojnë drejtësin ose qështën për shka i adresoni. Kështu që t'i lojnë një kanjërë të akuda se po bëhen temë publike pa qenë parë nevojo. Ka që po të. Faleminderit në kryetar, drejtar. Është shumë e çuditshme se mënyrë komunikimit, komunikazionin, po nuk besha që është një nivelluar, sidomos për konvent, një debat që do të bëjë por një debat i mirëfillt. Në ditë thash, nuk mbrojt kërkon, unë e shpreh mendimin tënd, sepse kush zeu gjithçka, zi, unë normal që kom të drejtën që unë me dhoni një lidhë me atë moment që tjera të edhe. Një po të thonë, nuk është mirë me kryu vendin cirk, apo të kryuat një hapësin që me gjyku. Kërë nuk është dhe në të gjykim. Është gjykim një dhe në tjera, institucionet tjera. Nuk e shoh që shpeshër, po kesh kuptohet, sepse na nuk kemi aktuar që të gjuhet, kemi shenjë e gjutjes. Ne kemi aktuar që të raportojmë, që informojmë për zhvillimet ekzekutive që ndodhë për secili kush, nuk po flas për asnjë. Dhe së dhe pata këtë pikë. Një po të shalut në zbadrona. Edhe mos gjyko. Jo është tipo se cili mos gjykoni, sepse nëse keni ju diçka, që gjuni keni të gjë, janë institucionet që ju mund ta kërkoni. Edhe nëse ju keni nevojë për të informuar lidhje me aktivitetet tona, ne jemi në diskusion çdo herë ju të jo vetëm këtu. Kur keni nevojë? Unë e shoh që ka qenë një këshilltim për shkak tash, që biseduan edhe që ofendim, fymje, mimik, se së është